Mane që shëndrojnë pas vendimit të qeverisë së Kosovës për të pranuar emigrant nga SBA-ja dhe çfarë ndikimi mund të ketë kjo në imazhin ndërkombëtar të vendit. A kemi kapacitete për të pranuar dhe integruar në shoqërinë tonë këta emigrant? E shumë pyetje tjera në lidhje me këtë temë do t'i parashtrojmë në këtë studio ku në panel sot e kemi mikun e emisionit tonë zotëri Ardian Gaxherri. Është kënaqësi t'ju kemi në studio. Gjithashtu kënaqësia ime. Gjithashtu i pashmangshëm në këtë diskutim do të jetë edhe zotëria Agim Rexhepi. Zotëri Rexhepi është gjithmonë si t'ju kemi në diskutime t'ila. Faleminderit, unë jam i nderuar me ftesën. Faleminderit shumë dhe në lidhje direkte e kemi zotëri Sardrik Kortoqi. Zotëri Kortoqi është kënaqësi t'ju kemi. Kënaqësi edhe për mua. Ju në studio. Faleminderit shumë, gjithashtu nuk do të mungoj as Altin Goxhaj. Zotëri Goxhaj, nuk ka diskutim për Amerikën pa juve. Sidomos kur vjen puna ke Trumpi dhe Albin Kurti. Mirë në fakt, por unë do doja të shkoja shpejt deri në Amerikë, atje ku është zoti Kortoqi, sepse është duke shkuar në fakt një diskutim i thellë, në vendim arbitrar i Trumpit për të dëbuar të gjithë emigrantët, kanë nxjerrë madje edhe forcat të shumta të policisë e ushtrisë në rrugë. Çka po ndodh atje fillimisht? Vërtet, po ndodha që e paguajmë atë që qeveria më pashme ka bërë në shtetin Amerikan. Në një vend ku, ose një shtëpi, me thjeshtu me një shtëpi, por ti dhe lënë dyrt hapun për 4 vite rreshtë dhe futen edhe njerëz me rekorde kriminale, edhe njerëz që kanë nevojë me armë punu në Amerikë, kjo është e keqe. Pasi vim këtu, edhe qeveria më pashme ka siguruar ushqim, ju ka siguruar fjetje, ju ka siguruar shërbimet mjekësore. Mas një periudhë kohe ata njën sikur janë entitled, si me thonë shteti Amerikan e ka për detyrë që me ju dhonë strej e mos me dëbu. Por këtu është e keqja se këtu kanë hyrë njerëz pa kontroll. Domthon këtu flitet sikur çdo ditë ka qenë deri në 8.000, domthon diku rreth 12 milion që fut pa dokumenta. Dhe çka e shpëton Kosova Amerikën me 50 emigrantë, zoti Kortoqi? Por no? Çka e shpëton Kosova Amerikën duke ja pranuar 50 të tillë? Prej 12 milionëve. Në vërtet, kjo më duket pak si qesharake. Qesharake në kuptimin e fjalës qeveria e Kosovës për 50 veta, se këta, sikur këta, shteti Amerikani ka 12 që thonë në vut për 4 vite dhe ka dhe një 12 tje që s'kan letra. Dëmon, këtu ke njerëz që kanë 20 vite që s'kan dokumenta. Të shi 50 veta, aty ke turista që vinë Kosovë, ka 100 veta, 200 veta. E qartë, po, zoti Kortoqi. Se kam edhe demokrat këtu në studio dhe dua ti dëgjoj, se në fakt jemi mësuar, zoti Rexhepi, që Amerika neve të na shpërblej, të na jap, dhe është hera parë që kërkon nga ne diçka. Spari e përgjithë qeverinë e Kosovës për një veprim të tillë, sepse çdo qeveri që do të ishte në pushtet, tash edhe në tarmin, në situata normale, nëse të ishte të vetëdijshëm për pozicionin politik njerëzor, do të vepronin në këtë mënyrë. Kjo është hera parë. Ajo është e para që kemi të bëjmë me qasje tjetër amerikane që do të ketë kërkesa të tjera? Shkojnë në një formën tjetër. Do të isha lidh me bisedën që zotri e diskutoj, një farë forme po Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pse është çështje e brendshme tyne, me pranimin e numrit caktuar ose numrit të madh të emigrantëve që kanë kërkuar strehim politik, ekonomik e format ku ka edhe të njerëz të mirë, po edhe delikuent, kanë tregu ato e kanë respektuar ato forime ndërkombëtare për strehim. Mirë po, veprimi i presidentit Trump, apo deklarata e presidentit Trump, që gjatë pushtetit e tij do të veproj edhe do t'i largoj emigrantët, edhe është ka zbaton në praktik. Çka është censurja këtu? Në këtë formë, me veprimin e qeverisë tonë, shteti Kosovës tregoi që është shtet e para. O pse po e tregon tani dhe jo kur amerikanët i kërkoshin që të koordinohen në veri? Nuk kanë kërku.
Mirë, po nuk është Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kërkojnë këtë veprim vetëm nga Kosova. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë edhe nga komplet por Ballkani. Gaxheri ne kishim situata kur amerikanët kërkonin diçka tjetër tek ne që ishin gjëra më të ndjeshme dhe nuk kishim një bashkëpunim Gaxheri. Për shembull tuhat. Po, amo ta diskutojmë, kjo është çështja e 50 emigrantëve. Jam 50 persona, shumë mirë e tha edhe mënyrën qesharake. Me 50 persona ne nuk mundim eksportojmë Amerikën. Me 50 dhe me veprimin ndaj 50 personave ne tregojmë atë sovranitetin ton, atë orientimin, atë veprimin e messhëm, atë veprimin e mirë, se po e respektojmë një kërkesë të aleatit ton strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe po të bëjmë se kemi orientim pro-perëndimor. Ky thjesht është një reflektim, sepse qeveria jonë edhe në interes të Kosovës nuk ka bashkërenduar veprimet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në ato gjëra ne e kemi evidente, nëse dëshironi i numëroj prap siç i numëroj Disa herë i ke numëruar fiks. në çdo emision. Dhe janë të shumta ato interesa që Kosova i ka pasur, ndërkohë qeveria Kurti nuk ka bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara. Dhe pikërisht nëse i fusim këto interesat, të cilat po i cek, nëse i qesim në njësi mace, i bie që shumë interesa më të mëdha të Amerikës janë refuzuar në raport me Kosovë. Pa dyshim që interesat e Amerikës janë edhe interesat e Kosovës, sepse Amerika është sponzori kryesor, ose investitori kryesor i pavarësisë dhe i çlirimit të Kosovës. Ne duhet jemi as të vetëdijshëm dhe të kuptojmë që në logjikën tonë, refuzimi të bacioneve të gazit, edhe pranimi i këtyre 50-ve, si Ku fiton Kosova më shumë, a? Kosova do fiton të pa dyshim në çdo aspekt me tubacionet e gazit, nëse do i lejon të qoftë në aspektin politik, qoftë shoqëror, qoftë ekonomik. Por na veç ta përfundoj. Patjetër. Por zotri Kurti ka reflektuar se ka kuptuar që e ka izoluar Kosovën hermetikisht. Na kanë ardhur, zotri Kurti është i vetmi kryeministër i cili asnjëherë nuk ka mundur të shkojë në shtëpinë e bardhë për takime për shkak të kryenësisë së tij dhe mos bashkërendimit të veprimeve të tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe padyshim që zotri Kurti duhet të reflektoj, sepse pa Amerikën ne nuk kemi ku shkojmë. Goxhaj, çka fshihet prapa kësaj? Kurti në këtë moment që ndodhet, hoqi dorë nga gjithë parimet e veta anti-Trump dhe antikonservatore Si zakonisht. dhe kaloi në një servilizëm që tregon pikërisht se sa fake dhe hipokrite është sjellja e tij, por faktikisht nuk mund të them që ka bërë gabim, se këti qëndron te opozita. A do ta përqafojë opozita këtë veprim? Dhe unë mendoj që po, duhet. Mos harrojmë çfarë datë jemi sot. Po është hap mirësie apo hap servilizmi, zotri Goxhaj? Absolutisht servilizmi. Po pse? Po mos harrojmë çfarë datë. Kjo është misi. Po çfarë datë është sot? Po pse, më fal zotri Goxhaj, vetëm pak zotri Goxhaj, pse zotri Rexhepi nuk është servilizëm? Kjo është mençuri politike. Okej. Gjithkund botë. Servilizmi edhe çështja e marrja veprimeve në momentet e saktume me 50 persona ti po tregon veprim politik. Me 50 persona anketë çka fshihet në interesant, do të jenë vetëm 50 apo më shumë? Janë 50 në vit. 50 persona vetëm i merr edhe i shtin në fundit sepse ata 50 persona është botë Kjo është servilizëm, zotri, kjo është servilizëm sepse ti ishte miqësi do kishte kuptuar në projektet e kaluara. Servilizëm do të ishte. Më fala, mund Po Goxhaj, të shpjegoj. Të kemi në gjysmë. Falë, se kërkoj falje. Po nuk është servilizëm, është veprim i messhëm E politik. kuptoj, le ta shohim Goxhajin, perspektivën tjetër çka fshihet prapa. Kushdo që ta kishte bërë nga partitë, kushdo kryeminist kishte qenë, nuk do ishte akt servilizmi, por pikërisht solidaritetit që i takon, e ka detyrë Kosova. Kur vjen puna ke Albin Kurti është servilizëm. Sepse mos harrojmë qëndrimet e përhershme të Albin Kurtit, dhe sidomos atë qëndrueshmërinë e tij patetike. Mirë, po ke diskutime, opozita si po reagon? Ka shumë kuptim. Po pra këtë më letë... Po si do të reagonte zotri Rexhepi? Zotri Goxhaj, po e Jo, pyesim mos ta zotri ndërprej, Rexhepi. unë kërkoj falje që po ndërprej. Po si do të Kjo reagon? është puro servilizëm, kjo është puro servilizëm. Imagjino, ka një investim 300 milion euro, fillestar 300 milion euro e ka refuzuar Kurti, që ka qenë interesat Kortoqi, a është servilizëm? Sepse ka menduar që Kurti mund t'i bëjë ball edhe Amerikës, edhe politikën Kortoqi, a është servilizëm ky? Apo sot s'ka zgjidhje për ballë Trumpit, s'ka zgjidhje tjetër, nuk të pyet për servilizëm. Unë kam qef me fol vetëm, jo me kështu me bo debat të gjithë për i herë. Besoj se kjo në një farë mënyrë, sikur tash kjo është tallë servilizëm, vërtet 50 veta nuk janë edhe servilizëm edhe, si me thonë, edhe borç. Për shef Amerikën si shef. Zotri Kortoqi, pse është servilizëm e nuk është maturi politike? Për shembull. O kur ka sot 50 veta që sikur se thash vinë turista nga 100, 200, 500 ditë në Kosovë, me 50 veta,
me një Atëri bie shumë mirë zotri Kortoqi, me 50 vetë bën favor politik, nuk të kushton kur gjë. Me pa pak piksoj situate? Edhe këta nuk e quajnë si favor, unë se besoj si thash, është si me thonë gati si talje, se 50 veta janë 50 veta, nuk janë këta i kanë hy 12 milion për 4 vite, si shtonë, edhe nuk kanë asnjë lloj problemi. Po kanë probleme. Por zotri Kortoqi, si mendon ju se do të qasej qeveria e Kosovës? Do duhet i refuzonte? Jo, absolutisht nuk do të refuzonte pasi Amerika është faktori kryesor që sot Kosova është ku ndodhet, domthonjë që ka liri, atë liri që ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë dhënë rolin kanë qenë faktor vendimtar për fitimin e lirisë Kosovës. Unë e quaj se servilizëm pasi ka pas gjëra shumë të rëndësishme që qeveria Albin Kurtit ka deshur me marr masa më përpara me lidh raportet me qeverinë amerikane. Okej, pra që të jemi të qartë zotri Kortoqi, forma se qysh në të kaluarën ka reaguar qeveria e Kosovës e bën që kjo marrëveshje të duket servile tani. E qartë. Të vizhoj, kësha lutë, mas pari. Nëse do të diskutojë mas pari çështjen e gazit, gjithë e kanë kritiku. Ajo punës ka kry. E kemi çështjen e 50 qytetarëve amerikanë, të larguar nga Amerika, që do së të rehohen në Kosovë. Përkohësisht për një vetë. Domthonjë kjo është tema. Çështja e gazit ato s'diskutohet. Pse është servilizëm? Edhe një arsye shtesë. Sepse ti po e rrezikon shtetin tënd. E nuk po 50 veta rrezikojnë shtetin tënd? Në qoftë se ata janë njerëz, sepse ende ne nuk e dim. Por ka edhe kosovarë nga të dëbuarit. Nga të dëbuarit mund të në qoftë se janë kosovarë, ata quhet riadhësim, nuk quhet emigrant. Problemi që ndron këtu, ne nuk e dim ende a janë ata njerëz të burgosur që do vinë në Kosovë, a janë kriminal, apo janë vërtet emigrant. Sepse në qoftë se janë emigrant, pse nuk riadhësohen në vendet e tyre prej nga e kanë origjinën. Mendoni se qeveria amerikane na e bjen kriminal në kuadër të diçkaje tjetër? Pse ne kemi rastin konkret, kemi burg norvegjez në Kosovë dhe ne duhet të kemi shumë kujdes se jemi 1 milion banorë. Hoxhaj, me që u ngrit fusitezë. Arsyeja pse është servilizëm, arsyeja pse është servilizëm dhe është qesharake, ka të bëjë me profilin e Albin Kurti, nuk ka të bëjë me aktin. Akti është simbolik. 50 veta janë në një kuptim, një kujtesë saktuar historike, kur ankullat në Amerikë në 11 shtator 2001, një fis afrikan i dhuroi ambasadorit amerikan 50 lopë. Natyrisht që kjo duket qesharake, por kishte kuptim simbolik. Se nuk do zgjidhin 50 lopët e fisit afrikan rënien e kullave në Amerikë. Kjo janë akte. Ke Albin Kurti, kjo bëhet qesharake. Po pse bëhet qesharake Albin Kurti? Po ashtu Albin Kurti, i kësaj ideologjisë liberale, pro Kamalës, pro emigracionit, pro gjithë modeleve liberale. Kur vjen puna që Albini e bën këtë gjë, ngjan qesharake. Pra është konteksti, ke personazhi që përcakton qesharaken, dhe kjo lloj qesharake është natyrisht servilizëm. Por unë apelin e kam për opozitën e Kosovës, që duhet jenë bashkë në këtë gjë. Pse? Sepse në këtë atë simbolik është e gjithë Kosova. Mos harrojmë çfarë vite jemi sot. Sa është sot? Sa vjetor është sot pushtimi e Kosovës? Dhe kush flamuri printe shërimit Kosovës? Pra ka kuptimin simbolik dhe nuk zgjidh problemin Amerikës, dhe këto janë akte politike. Dhe Amerika nuk do zgjidhë problemin Kosovë, as në Shqipëri. Këto janë akte të solidaritetit. Por zotri Goxhaj, kam tash një pyetje kështu, sepse shumë mirë arsyetua deri në këtë moment. Por si do të ishte forma që ti pranonim dhe ju të mos e quani servilizëm këtë potezë? Zdo tjetë Albin Kurti e që e bën, ka që thjesht. Okej, pra problemi që nga Albin Kurti, si pas. A mujna me nda... Okej, po e ka mendimin e vetë, a mujna me nda punën shtetënore dhe Albin Kurti, ju kësha lutë, të më pyte shtetë... Për deri sa Albin Kurti është kryeministri i Kosovës, ne nuk mund të ndajmë. Në momentin që ai del në penzion, ose të shkemi shtet, shteti Kosovës po vepran. Ne do të vëru nga këtë, jo, nuk po du me nësmu, është në detyrë, krejtë është në regullë. Mirë, atër, pëse zotri Goxhaj e lidh me Albin Kurti nësa ai nuk ka rëndësi? Çfarë do përfitimin? Ju thoni se ka ndonjë përfitim? Që nuk jam pjesë, as kom qanë... Më fani, aktet politike i shkojnë personazhit politik. Për shembull, nuk mund të presësh nga First Lady Reagan. Goxhaj, kur jemi te aktet politike, Goxhaj, kur jemi te aktet politike, Kortoqi, cilat nga vendet tjera në Ballkan kanë refuzuar pranimin e migrantëve? Ka shtete që kanë refuzuar këtë? Ta zëm Shqipëria? Shqipëria refuzoi komunistët e Anglisë.
se ka propozuar kush. Kjo e që po them është. Jo, i ka propozuar vetëm Serbis. Trump është në negociata me Serbinë dhe Serbia i ka pranuar. Vetëm këto dy. Ja në negociata, por 90% pranohet. Çdo shtet. Më leni se shumë e thjeshtë kjo që të. Më falet se s'po i kuptoj se po gjithë po flisin në një kohë. E kuptoj, Kortoqi, se na shkakton edhe neve pak vështirësi, por unë desha të kthehem tek ty që në fakt, sepse natyrisht ne kemi lexuar raportime se ka dhe shtete të tjera në Ballkan të cilat po zhvillojnë negociata, asnjë nuk e kemi ditur deri dje këtë lajm, kemi marrë vesh qysh dje sepse ka pasur një konfirmim nga zëdhënësi. Më leni t'ju jap vetëm një argument. Po të lëmë goxha, po kemi edhe të ftuar të tjerë. Vetëm një argument. Nuk ka të bëjë me zgjidhjen e problemit të krizës refugjatëve të Amerikës. Ka të bëjë me solidaritetin me administratën amerikane në këtë sjellje. Kaq të gjitha. Çdo shtet që merr 50 vet tu, 50 vet atje, janë akte të solidaritetit, raport me këtë administratë, me këtë politikë. Dhe vetëm Kurti është akti i servilizmit. Po sepse Kurti ishte kundër të kësaj gjëje. Po si ka mundësi, zotri Goxha, që nga të gjithë vendimi i njëjtë veç njëri të dallohet. Okej. Sepse thash, mos prisi që Nancy Reagan, Pse s'marrëm kthejmë nga historia? Të ketë njëjtën sjellje si First Lady Obamas. Për shembull, First Lady Obamas mund dalë dhe me të mbathura. Po nuk i shkon. Unë do t'ja bësh një kontrapyetje. Po, e keni një kontrapyetje, zotri Juve. A është servilizëm? Nuk jam i mençur. Jo, kuptim pozitiv, ju kisha lut. Kuptim pozitiv për diskutim. Ju kujtohet kur ishte zoti Grenell në Serbi, edhe thjesht zoti Zavens kryeministri i Serbisë, edhe ministri i punëve të jashtme, zoti Dačić, i këndonte përpara, ajo është mençuri Grenellit edhe ish presidentit Erdogan, edhe ato në gjuhën turke. Ky veprim, prapë thëmë, nuk jam pjesë, nuk jam avokati asja zotit Kurti, as njën e për tyne. Po e thëmë, kjo është veprim i mesim politik, sepse ne po dëshmojmë që po i respektojmë dhe primet edhe kërkesat e aleatit të shtetënor. Po të regojmë mençuri shtetënore. Unë pajtojmë vetëm me këtë mençuri shtetënore, por asë gjë tjetër në këtë koncept. Për shkak se zotri Kurti, kur e ka marrë mandatin, ne duhet gjithë një të reflektojmë edhe të kaluarën për të ditur të vërtetën. Zotri Kurti, kur e ka marrë të kaluarën, ka thënë ne nuk do futemi në Amerikë, po do futemi në Evropë, edhe na dërgoj te Borrelli Lajçaku, dhe ja si e kemi situatën sot me asociacionin që e solli zotri Kurti përmes marrëveshjes së Orit. Dhe tani zotri Kurti ka qenë këmbgulës që në asnjë bashkëpunim mos të ndodh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe tash brenda ditës po ndryshon qëndrimet e tij në një diçka që edhe mund t'i bëj dëm Kosovës, se nuk janë ata profesorë, po janë njerëz. E kuptoj. Por çështja është a ndryshon qëndrimet Amerika në këtë rast. Më fal, zotri Gazhiri, se po ta ndroj pak idenë, diskutim për a ndryshon Amerika vendimet e saj apo qëndrimin në raport me Kurtin. Në qoftë se po thani në këtë moment ky pas ka ndryshuar. Amerika ka politika 100 veçare, nuk bën politika ad hoc ditore. Zotrin Kurtin e kanë lutë me vite që cilët normal në raport me botën dhe me veten dhe nuk ka dasht. Dhe tash pse e bën një servilizëm, se unë besoj, vetëm edhe këtë të lutem, unë besoj që zotri Trump, duke pas parasysh shtetet të cilat i ka kërkuar që të pranojnë këta emigrant, zotri Trump i ka marrë në telefon dhe ju ka thënë, kemi nevojë për ndihmën e mikut, do i pranosh kaq. A do i pranosh, as do i pranosh, nuk besoj që i ka pyet. Kjo është një hipotezë imja, sepse e ke shtetet afrikane, e ke Ruanden, e ke Libin. Dy shtetet të cilat janë brenda pra Kosova është në kategori të një. Në anarki. Kosova dhe Serbia janë shtetet balkanike, nuk ka shtetet tjera. E ke Amerikën Latine, El Salvadorin, Kostarikën, Honduras, dhe në ishte tjetër aty që ka anarki brenda, dhe në Amerikën Qendrore. Kortoqi, të lutem një koment për mbylljes. Do të ishte sigur mos të pranonte qeveria. Po të lutem shpejt Kortoqi, se edhe kemi larë nga ka respektuar edhe me time zone të ndryshme, le të jemi pak mirënjohës që ka prishur gjumin për ne. Kortoqi, në fakt, unë e kuptoj se viteve të fundit, për fat të keq, nuk e di pse, ka rënë në një përqindje shumë të vogël sentimentin ndaj Amerikës, por ajo që më gëzon shumë është që shqiptarët kosovarët e duan Amerikën shumë, dhe në fakt kemi borxh shumë Amerikës. Kemi borxh Amerikës, gjithmonë Amerika që se tash ka dhënë një ndihmës për çështjen për shqiptarinë përgjithësi. Fakti sikur se tha Altini, kjo momenti 50 veteve duket pak si qesharakët, vërtet kur e shef sjelljen e Kurtit, këto vite që ka qenë pushtet, domthonjë që s'ka qenë i aftë me basi lidhje me Shtëpinë e Bardhë. Unë nuk e di se kush e ka bërë kontratën, kush pjesë e administratës Trumpit ka qenë, domthonjë, po vërtet mua më duket pak qesharake, duket
si shpërblim, vërtet, nëse e qumë Kosovë si shpërblim që qeveria e Kosovës do me shpërbly mirësin që shteti Amerikani ka bo, por e shoh që shqiptarët e donë Amerikën në përgjithësi edhe në Shqipëri dhe në Kosovë edhe kudo që janë, pasi kanë gjetë një sistem që ka funksionu për ta ekonomikisht edhe politikisht që ka ndihmu shqiptarët, por problemi është se në përgjithësi mërgata shqiptare, diaspora shqiptare, qeveria e Shqipërisë e kanë pushuar komplet aktivitetin e tyre qysh mas shpallës pavarësisë Kosovës. Dhe pikërisht kjo, zotri Kortoqi, është një çështje shumë me interes të cilën sapo e ngrite. Realisht sapo na dëmton në raportet tona, ose më mirë të themi sapo na kalojnë fqinjet tonë në raport me Amerikën, duke marrë parasysh inaktivitetin që ka lobi për momentin atje. Lobi serb ka një aktivitet nuk e ka pushu asë në një moment. Asë në një moment nuk pushon aktivitetin. Unë e kam thonë edhe në disa paraqitje tjera, është shumë fatkeqësi për ne se mas shpallës pavarësisë. Unë di momente të bon që nga 96, 97, 98, dhe mas luftës, dhe sa u shpallë pavarësia ka qenë një aktivitet i pa pushushëm i mërgatë shqiptarëve, njerëzve që kanë pas biznesi, njerëzve që kanë pas lojë me kongresmen, me senator, në Washington, çdo moment, çdo ditë ka pas një lloj aktiviteti në raport me çështjen e Kosovës. Qysh atëherë, se marrë lufta, ne kena lënë gjumë edhe kjo është situata. Po, zoti Kortoqi, faleminderit shumë, më vjen shumë keq që duhet ta mbyllim këtu, natyrisht me njohës gjithmonë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës për gjithë angazhimin që kanë treguar ndaj ne. Kortoqi, faleminderit edhe një herë që ishe këtu. Goxhaj e di që të kam mbetur shumë gjëra pa thënë, por duke qenë se jemi shumë shpesh bashkë, jam e bindur që do ta kompenzojmë kohën për ty. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit. Zoti Rexhepi, faleminderit shumë. Faleminderit, nisa me thonë disa fjalë. Mund ta bëni shumë shpejt, lutem. Patjetër. Deshta me thonë fundin, Kosova është shtet i lirë dhe sovran. Me këtë veprim, nuk po pranojmë kurrë rreziku, por po konfirmojmë se jemi aleat të besueshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe fjalë për një numër simbolik personazh për një kohë të përkohshme me përzgjedhje të kujdesshme dhe standarde të sigurisë. Nuk jemi pjesë e krizës. Rexhepi, që janë këndellur edhe politikanët. Faleminderit shumë. Ky është ritimi jon proprenimor edhe për emision. Gjithmonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gaxheri, si gjithmonë kënaqësi, faleminderit për kontributin që jep për programin tonë, por jo vetëm. Atëherë më pas sa interviste do të shkëputemi shumë shpejt dhe do të rikthehemi me showbiz. Çfarë po ndodh showbizit, cilat janë personazhet që e kanë trazuar rrjetin e kuptoni më një herë pas një shkëputje të shpejtë.